Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjykata kushtetuese e Kosovës rrëzon zgjedhjen e Nenad Rashicit si nënkryetari i kuvendit nga radhat e komunitetit serb. Në argumentimin e saj ajo e vlerëson vendimin si në mospërputhje me Kushtetutën e Republikës. Nga 7 gjyqtar, 5 e kanë konsideruar të palishëm emërimin e Rashicit si numri 2 i kuvendit të Kosovës. Me 16 tetor të vitit kaluar, lista serbe ju drejtua gjykatës kushtetuese me ankesë lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit të kuvendit nga radhat e komunitetit serb, duke pretenduar se janë shkelur kushtetuta, rregulloria e punës së kuvendit, si dhe një akt gjykim i mëparshëm i gjykatës kushtetuese. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, e komentoi me gabime thelbësore dhe në mospërputhje me Kushtetutën vendimin e gjykatës për palishmërinë e zgjedhjes së Nenad Rashicit si nënkryetari i kuvendit. Sipas Bashës, gjykata kushtetuese nuk ka mandat për të dhënë interpretime rregullore së kuvendit. Ai deklaron se të gjitha pretendimet në njoftimin e gjykatës kushtetuese janë të pabaza dhe vendimi i kuvendit të Republikës Kosovës për zgjedhjen e deputetit Rashic në pozitën e nënkryetarit të kuvendit ka qenë në harmoni të plotë me rregulloren e kuvendit dhe Kushtetutën e Republikës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, deklaron se është gati të trasë antarësimin për ndryshimin e drejtimit të partisë. Përmes rrjeteve sociale, Abdigjiku deklaroi se LDK nuk është parti që friksohet nga antarësia e saj, dhe as nga votat dhe as nga gara, dhe se vendimet e saj çdo herë ka marrë në kuvend. Ai ka treguar se ka dorëzuar dhe ftesën zyrtare për delegatët e LDK-s. Abdigjiku shkruan se nga ky proces do të dalin më të fortë, më të organizuar, më funksionale, më të përqendruar tek e ardhmja e LDK-s dhe e Kosovës. Aktualitet. Presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani, vlerësoi përfshirjen në bordin e paqes si një nga zhvillimet më të rëndësishme të politikës jashtme të vendit në vitet e fundit. Në intervistë dhënë për Telegraf, Vjosa Osmani deklaroi se ky hap fuqizon drejt për drejt subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Natyrshëm që antarësimi i Kosovës në secilën organizatë ndërkombëtare është lajm i mirë për vendin tonë. Në veçanti kur po flasim për një organizatë ndërkombëtare e cila udhëhiqet nga aleati ynë strategjik, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shteti kryesor që nëpërmjet ndihmës, bashkërendimit dhe udhëheqjes leadershipit të vet ja ka bërë Kosovës të mundur lirinë, pavarësinë, demokracinë dhe paqen që e gëzojmë sot. Osmani tregoi detaje lidhur me ftesën për Kosovën si shtet themelues i kësaj organizate ndërkombëtare të krijuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me presidentin Trump, çka sipas saj përbën një vlerësim të jashtëzakonshëm për shtetin dhe qytetarët e Kosovës. Kjo fuqizon subjektivitetin tonë ndërkombëtar, fuqizon pozicionin tonë ndërkombëtar, na jep mundësi që të kemi zërin tonë të barabartë në tavolinat të vendimarrjes, dhe në të njëjtën kohë na jep çësje të shumë shtete të cilat akoma nuk e kanë njohur Kosovën. Ai shtoi se gjatë ceremonisë të themelimit të bordit të paqes ka pasur takime dhe komunikime të drejtpërdrejta me liderë të shumë të shteteve përfshirë dhe vende mosnjose. Oda ekonomike amerikane në Kosovë kërkoi nga Komisioni Evropian ta angazhohet urgjentisht në gjetjen një zgjidhje të balancuar dhe të qëndrueshme për sfidat aktuale që po ndikojnë në transportin ndërkombëtar të mallrave dhe zinxhirat ndërkufitar të furnizimit. Në komunikatën për media thuhet se ndërprerjet po ndikojnë tek bizneset përmes vonesave në dërgesa, rreziku të mos përmbushjes së kontratave, humbjeve financiare dhe mundësisë së humbjes së klientëve ndërkombëtar. Sipas Odës ekonomike amerikane në Kosovë, ndërprerjet e zgjatura cënojnë qëndrueshmërinë në furnizim si dhe rrezikojnë rritjen e shpenzimeve operative për bizneset dhe rrjedhimisht të kontribuojnë në rritjen e çmimeve për konsumatorët. Kosova nuk do të përfitojë nga fondi i Komisionit Evropian për 171 milion eurosh për nxitjen e zhvillimit të infrastrukturës dhe rritjes së sektorit privat në Ballkanin Perëndimor. Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Kujla Mercier në intervistë për Radio Europa Lirë deklaroi se ajo ende nuk ka ratifikuar marrëveshjen e kredisë dhe fondeve në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje për Ballkanin Perëndimor. Nga shuma e ndarë për nxitje të zhvillimit në Ballkanin Perëndimor, 94.7 milion euro janë të dedikuara për investime infrastrukturore. 76.3 milion euro për mbështetjen e sektorit privat, ndërsa 2.9 milion euro janë ndarë për 4 projekte të asistencës teknike në Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë. Projektet përfshin vendosjen e infrastrukturës internetit me brez të gjerë në Shqipëri, përmirësimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut, si dhe ndërtimin dhe rinovimin efikas energjetik të objekteve arsimore në Maqedoninë e Veriut dhe Malë të Zi. Sipas Komisionit Evropian, projektet do të zbatohen nga partnerët e Ballkanit Perëndimor në bashkëpunim me institucionet financiare ndërkombëtare.
Shqiptarët e Luginës Preshevës kërkojnë një qasje të përbashkët për zgjidhjen e problemeve të tyre në Serbi. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Enkel Rexhepi gjatë takimit në Ministrinë për Ropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë me ministren Elisës Piropali adresoi nevojën për një qasje të përbashkët programore dhe sistematike në adresimin e drejtë të zgjidhjes së problemeve të tyre. Ndër çështjet e diskutuara ishte pasifizimi i adresave, mosnjohja e diplomave, mungesa e teksteve në gjuhën shqipe, përjashtimi i komunitetit shqiptar nga jeta institucionale dhe vazhdimi i mojimit të së drejtës për përdorimin e simboleve kombëtare shqiptare. Më shumë Shqipëri dhe Kosovë në Luginë do të thotë më shumë shpresë për shqiptarët e Luginës. Bashkë jemi më të fortë, shkruan Enkel Rexhepi. Vota e Parlamentit të Serbisë për të kufizuar pavarësinë e gjyqësorit është një hap serioz prapa në rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, paralajmëroi Eurokomisionerja për zgjerimin. Një kohë progresi të madh për zgjerimin, kur Mali zgjidhe Shqipëria po ecin me shpejtësi, Serbia rrezikon të marrë drejtimin e kundërt, nënvizoi Marta Kos. Parlamenti i Serbisë miratoi një paketë ndryshimesh ligjore për reformimin e sistemit gjyqësor, një hap i mbështetur nga qeveria nacionaliste e djathtë, por e kritikuar ashpër nga kundërshtarët si një goditje ndaj pavarësisë së drejtësisë. Ekonomi. Zyra e Rregullatorit të Energjisë në Kosovë shtyn afatin për dorëzimin e aplikimeve të operatorëve të sektorit energjetik në procesin vjetor të shqyrtimit të tarifave. Afati i ri është caktuar për në datën 28 janar, pasi kompanitë ende nuk i kanë kompletuar dokumentet. Vendimi për tarifat e reja pritet të merret përpara fundit të marsit, ndërsa ato do të hyjnë në fuqi më 1 prill. Drejtori menaxhues i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, Petrit Pepaj, tha se shtyrja është bërë pasi kompanitë ende nuk e kanë plotësuar dokumentacionin e tyre për aplikim. Sipas tij, pas pranimit të aplikimeve, Zyra e Rregullatorit të Energjisë do të ndërmarrë një shqyrtim të hollësishëm ligjor, regulativ dhe financiar. Pepaj ka theksuar se në këtë fazë nuk mund të paragjykohet nëse do të ketë rritje të tarifave të energjisë elektrike. Ai tha se vetëm pas analizës së plotë dhe procesit të konsultimit publik do të vlerësohet ndikimi i mundshëm tarifor për konsumatorët. Rritet dhënia e kredive në Kosovë. Për vitin 2025, bankat komerciale kanë dhënë rreth 2.68 miliard euro. Në këtë mënyrë është shënuar një rritje prej 3.8%. Krahas asaj, norma efektive e interesit për kreditë e reja ka shënuar një rritje nga 6.1% në vitin 2024 në 6.4% në vitin 2025. Të dhënat tregojnë se sektori bankar në Kosovë ka një rritje të qëndrueshme. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf, dhe ambasadori i Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv, përkujtuan më shumë se 1 milion viktima që u vranë në Auschwitz, mes tyre burra, gra dhe fëmijë hebrejnë si dhe shumë grupe të tjera të dënuara nga regjimi nazist. Në një mesazh përkujtimor, ambasada thekson se valixhet e ekspozuara në muzeun e Auschwitz-Birkenauit janë dëshmi të heshtura të vuajtjes dhe persekutimit nazist, duke treguar historinë e mira njerëzve që kaluan portat e kampit pa u kthyer më. Ambasada gjermane thekson se më shumë se 80 vjet pas përfundimit të luftës së dytë botërore, ruajtja e kujtesës historike është thelbësore për të garantuar që këto krime të mos përsëriten më kurrë. Nderime në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit dhe nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Trupi diplomatik ju bashkua kujtimit të 6 milion hebrejve të vrarë gjatë Holokaustit si dhe miliona viktimave të tjera të persekutimit nazist. Në mesazhin e trupit diplomatik amerikan në Kosovë thuhet se kujtesa mbetet e gjallë, kur nderimi vazhdon dhe riafirmohet angazhimi ndaj së vërtetës dhe dinjitetit njerëzor. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, në nderim të kujtimit të viktimave të Holokaustit, deklaron se 27 janari paralajmëron se urrejtja dhe përjashtimi sjellin tragjedi. Ai kërkoi nderime për çdo jetë të pafajshme të humbur gjatë Holokaustit. Për kreun e Partisë Demokratike të Kosovës, kujtesa është përgjegjësi dhe çdo brez duhet të mbrojë dinjitetin, liritë dhe të drejtat e njerëzit. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.